Sultani i pëlqente Skënderbeut si për vetëm natyrën e tij, por edhe për moshën, sepse sapo kishte mbushur 9 vjeç. Ai nuk e la pa mësues të ndryshëm, sepse kjo moshë është më e aftë për të mësuar. Po shtu brenda një kohe të shkurtër, mendja e tij e gatshme për çdo gjë, mësoi gjuhën dhe letërsinë turke, arabe, greke, italiane dhe slave. E ndërsa bashkë me moshën po i shtoheshin pa nga pak edhe fuqitë, djaloshin e pushtoi vetëm një dëshirë, të mos i shpëtonte asgjë pa provuar në trimërinë luftarake dhe të jepte për çdo gjë prova gati të pabesueshme, të gatishmërisë trupore, herë me shpatë, herë me harkë shigjet, herë si kaloras, herë si këmbësor. Të bënte gjithmonë me guxim diçka më të madhe se mosha e tij. Dhe përpara se fuqia trupore të arrinte në një shkallë me guximin e shpirtit, ndërsa vrulli shpirtëror nuk dukej ende i mjaftueshëm për të bërë ballë mundimeve të luftës, lindi dëshira që duke u matur ditë për ditë me moshatar të vet, në ndeshje të ndryshme për t'i parë njerëzia, të siguronte për vete simpatinë e gjithëve dhe sidomos të vet sultanit, të fitonte çdo ditë një farë lëvdie dhe kështu ta kishte të shtruar sa më parë rrugën drejt shkëlqimit të arshëm dhe rritjes së emrit. Pas pak në një moshë tani më të formuar, me krahët e vet vigan, ai përballonte detyra të vështira edhe për një burr të fuqishëm, duronte urinë, etjen, të ftohtin, vapën, pagjumsinë, dhe me këto gjëra, duke u stërvitur pa ndërprerje, guatit shumë mirë, brenda një kohe të shkurtër, për çdo fushat ushtarake. Prandaj Murati nuk deshi më që ai të qëndronte për më gjatë pranë si një person i thjeshtë dhe e nderoi së pari me gradën e Sanxhakut, ky titullin nderuar tek turqit është i dyti pas pashave. Skënderbeu u vu në krye të 5.000 ushtarëve kalorës. Gjithashtu edhe vëllezërit e tij u nderuan me grada të njëjta dhe u dërguan me detyra të ndryshme në vende të ndryshme, sipas nevojave të luftës, duke fituar çdo ditë emër mjaft të madh. Më në fund ai jo më shumë kohë pas kësaj, sapo kishte kaluar të 18, u nis me urdhër të sultanit për Nazi, duke ndjekur flamën e të tjerëve dhe duke fluturuar nga gëzimi që po ja niste kësaj pune. Atje provoi për herë të parë fatin e luftës dhe ngjeshi të djathtën e vet të hedhur prej kohë me gjak armiku. Atëherë në luftra që siç do zakonisht u ndezën njëra pas tjetrës, ai mori pjesë me forcat e veta në shumë fushata dhe u kthye fitimtar tek sultani bashkë me shokët. Në këto fushata u mbuluan me lavdi si privatisht ashtu edhe publikisht, vepra trimërore, burëria dhe veçanërisht fati i tij, gjithë krenaria e fitores, gjithë përfundimi i luftës i atribuoi me këmbgulje atij dhe ushtarët me dashuri e brohuri, pa e përmendur pothuajse fare emrin e komandantëve të tjerë të ushtrisë. I atribuonin vetëm Skënderbeut lavdinë e fituar mbi armikun e mundur. Sultani nuk e kishte kushtuar ende zilia e trimërisë dhe sado që karakteri dhe fati i bardhë i Skënderbeut nuk mund t'i shpëtonte dut kësaj së keqje. Megjithatë, mosha djaloshore e parahur dhe padellëzuar, lakmuese por jo dorë shtrenjtë në lavdi, i bënte për vete zemrat e gjithëve. Kështu ai u nderua si askush tjetër nga Murati me fjalë dhe me udhërata. Pas një pushimi të shkurtër që u dha atij, erdhën lajme për një lëvizje tjetër në Azi, sepse turqëve s'u mungohej kur luftra. Për këtë u zgjodh me vendim të tërpere dhe të njëzërshëm Skënderbeu. Atij u dha komanda e përgjithshme e ushtrisë dhe u dekorua me shenjat e komandantit suprem për shkak se kishte dalë faqe bardhë në luftat e mëparshme, duke zbritur në fushën e luftës dhe duke i shpartalluar me aq shpejtësi sa edhe me sukses kundërshtarët, fitoi lavdi me më të mëdha se përpara, sepse përveç provave vigane të ushtarëve, ai i solli sultanit edhe dëshmitë të tjera shumë më të sigura të asaj lavdie, numrin e madh të robërve, plaçkën e armiqve të vrarë, flamuj, ushtarak dhe mjetet të tjera luftarake aq sa shumë sa s'dinin ç'ti bënin. Përveç kësaj, ushtria u kthye aq e padëmtuar dhe gati e pacënuar.